Thirrja e Zjadin Selës për tryez të përbashkët të partive parlamentare shqiptare për Arben Taravarin është misioni i pamundur. Sipas tij, kushdo që e thirr tjetri nuk do ta pranojë. Juve çfarë na thoni? Shumë mirë do të ishte që të mundeshte të bëhet, po është mision i pamundshëm realisht. Kush nuk do pranonte, vlen, me siguri do thoni. Në qoftë se e thirr për shembull vlen, nuk do ta pranon BDI Aleanca për Shqiptarët, në qoftë se e thirr Aleanca për Shqiptarët nuk do pranon vlen. Taravari mendon ndryshe. Sipas tij, dy kryeministrat shqiptar, Edi Rama dhe Albin Kurti, duhet t'i mbledhin liderët e partive shqiptare në një takim të përbashkët, ku do të përcaktoheshin vijat e kuqe, me qëllim që, siç tha ai, të mos ketë regres për të drejtat e shqiptarëve. Unë e shoh ndryshe këtë punë. Unë mendoj se problemeve të shqiptarëve në Maqedoni janë dy kryeministrat shqiptar. Unë mendoj se reflektimi kryesor duhet vjen prej dy kryeministrave. Zotri Kurti dhe zotri Rama kam për obligim që edhe mirë është që t'i thirrin të gjithë kryetarët e partive politike për një drek bashk dhe aty të vendosin vijat e kuqe, që cilat janë drejtat të cilat shqiptarët me patjetër duhet spaku t'i mbajnë, mos shkojmë në regres. Ndryshe, një tryezë e përbashkët e partive shqiptare parlamentare ishte mbajtur edhe në vitin 2017, pas çka partitë dolën me një deklaratë të përbashkët për avancimin e të drejtave të shqiptarëve në vend. Për këtë temë, Taravari foli në Klik Plus, emisioni i cili do të transmetohet sonte me fillim në ora 21:30.